Pa dyshim o vëllezër të mi të nderuar dhe o ju motra muslimane të nderuara, me ta mundësu Allahu Azza wa Jall me jetu një ditë më shumë është një vlerë e madhe, një mirësi e madhe për të cilën duhet të jemi mirënjohës me Allahu te bareke ve teala. E Allahu i madhëruar të gjithë neve që jemi prezent këtu në xhami, na e ka mundësuar që të jetojmë edhe një ditë më shumë. Na ka dhënë mundësinë të jemi gjallë një ditë më shumë. Na ka dhënë mundësinë të arrijmë këtë Ramazan për të cilin pa të folur para 3-4 javësh, të cilin e pritnim me shumë mall, për të cilin thoshim erdhi Ramazani. Wallahi erdhi dhe iku tashmë. A nuk e shihni o vëllezër se sa shpejt ikin ditët? Wallahi ikin aq shpejt sa që nuk ndjehen. Për Zotin, për nuk ka mbetur më shumë se 14 ose 15 ditë. Çfarë janë këto ditë? Asgjë nuk janë pasha Allahun. 2 javë llogaritni se janë asgjë. Pa iku gjysmë e Ramazanit, subhanallah, iku shumë shpejt, pa e diktu. Mi po pyetini ata që se kanë agjeruar Ramazanin nga fillimi. Pyetini sa shumë janë penduar për këtë gjë. Wallahi pafund. Ai robi i cili jeton, është i gjallë akoma dhe e ka mundsuar Allahu me shiju. Pra me shiju jetën në këto ditë dhe nuk ka agjeruar, wallahi ndjet i ngushtuar vetveten e vet. Sepse ja ka borxh Allahut. O vëllezër, duhet kuptojmë diçka, pasha Allahun, kam Allahun dëshmitar, nuk kam për qëllim të bëj target askënd. Pra, nuk kam për qëllim ta lëndoj dikënd, nuk kam për qëllim dikënd, pra personalisht nuk kam në një gjë personale me dikënd. Wallahi, thjesht e jap si këshill, mos e meni për të keq. E kam përgjithësi për çdo kënd që më dëgjon këtu në xhami dhe ai që do më dëgjoj nga ana e internetit. O vëllezër, ata që nuk agjeruan vallahi janë penduar shumë tek Allahu te bareke ve teala. Prandaj ne kemi mundësi akoma të shfryzojmë ditët që vijojnë. Wallahi, me ta mundësua Allahu Ramazanin do të thotë që të ka dash shumë, se shumë prej vëllezërve tanë apo motrave tona muslimane kanë ndruar jetë para Ramazanit. Para Ramazanit, ndoshta një ditë para, apo një javë para, apo ndoshta në ditët e para të Ramazanit, pra nuk e shijuan deri në fund. Nëse Allahu ta mundson me shiju Ramazanin dhe me jetu deri në fund Ramazanit, wallahi ka dash shumë. Pasha Allahu ka dash shumë, sepse ti me këtë gjë fiton xhenetin e Allahut, fiton më shumë mirësi. O vëllezër, historinë e dini ndoshta shumica për jush. Ndoshta e keni dëgjuar me qindra dhe me mijëra herë. Mirë po, si këshill do t'ja përkujtoj edhe një herë. Sepse Allahu thot, përkujto, këshillo se këshillat e përkujtimi u bën dobi besimtarëve. Ka ndodhur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam që 2 vëllezër u bën musliman. U bën musliman në të njëjtën kohë, mirë po njëri prej tyre ishte më i zellshëm. Përpiqeshte më shumë, saqë kur erdhi koha e luftës për me luftu në rrugt të Allahut, ai doli në luftë dhe u vra, vdiq shahid, dëshmor. Ndërsa vllai tjetër vdiq një vit më vonë. Dhe Talha ibn Ubaidillah, një sahabi nderuar prej shokëve të profetit, i sheh të dy në ëndër mas një viti. Dhe sheh që ky që vdiq mas një viti u fut në xhenet më para se sa u fut ky shahidi, dëshmori. U habit, u çudit. Subhanallah. Dhe mas i u zgju, ja tregon ëndrën të tjerëve. Të gjithë fillun me diskutu, me polemizu, pra si ka mundësi? Si ka mundësi që ky të futet më para se shahidi? Sepse ne e dim shumë mirë se dëshmori në rrugt të Allahut, ai që bie në luftë në rrugt të Allahut, ka një grad shumë të madhe. Dhe sahabët u habitshin, si ka mundësi që ky që ka vdek jo në luftë, pra ka vdek në shtratën e vet, normale, kurse ky që vdek në luftë nuk u fut para këtij në xhenet. Si ka mundësi? Atëherë këto fjalë, këto diskutime i shkuan vesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra i dëgjoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjoi këtë gjë, tha, pse habiteni, tha? Pse çuditeni, tha? Ky që vdiq një vit më vonë, a nuk jeton një vit më shumë se ky? A nuk agjeron një vit më shumë se ky? A nuk fali kaq namaz, kaq sejdë? Subhanallahu, duke i përmend pejgamberin sa për një vit pa bëj kaq sejdë, çfarë habiteni? A e dini, tha, se distanca në shpërblim mes këtyre dyve është si mes tokës dhe qiellit. Pra ky që vdiq një vit më vonë e ka distancën nga ky tjetri sa mes qiellit dhe tokës. Imagjino çfarë distancë e madhe. Kështu që o vëllezër, nëse Allahu ka mundsuar me jetu
Pa deri në fund Ramazanit, dije se të ka begatu shumë për Zotin e Madh. Dije se të ka dhënë një shans për të penduar tek ai. Dije se Allahu të do shumë, po ti a e do veten tënde. Wallahi profeti sallallahu alaihi wasallam thot, i tha sahabëve, a do të mendoni ju se kjo nëna kishte një foshnjë në dorë? Kjo nëna do ta fuste fëmijën e vet në zjarr, që të digjeshte. Jo i dërguar Allahut. Nuk ka mundësi, sepse nëna është e dhimbshme për fëmijën e vet, apo jo? Tha Allahu, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu është më i mëshirshëm për robën e vet se sa nëna për këtë fëmijë. Pa Allahu ta do të mirën më shumë ty se sa ti ja do vetes tënde. Prandaj, nëse Allahu ta do ka të mirën, ti çfarë po bën atëherë? Allahu dëshiron xhenetin për ty. Ne kemi cek dhe prapë cekim. Ti ka hap të gjitha dyert e xhenetit, të ka mbyllur dyert e xhenemit, pra ta do të mirën. Të ka mbyllur shejtanat, amikun më kryesor. Tash ti aja do të mirën vetes? Aja do të mirën vetes apo dëshiron të fitosh xhenemin? Subhanallahu, wallahi, e çuditshme kjo punë. O vëllezër, ne e dim shumë mirë subhanallahu për të fituar gjërat e kësaj dynjaje, për të arritur luksin e kësaj dynjaje, për të bërë shtëpia të mira, për të fituar, për të ble makina, për të arritur diçka në jetë, duhet shumë punë. Duhet mund, duhet punosh ndoshta 8 orë apo 16 orë apo më shumë se kaq që të vesh diçka në jetë. Pa duhet mund, sakrificë. Po si mendoni o vëllezër? A mendoni se do fitojmë xhenetin e Allahut pa sakrificë? Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala inna sil'ata Allahi al-ghaliya." Malli i Allahut e ka qytet mall profeti alaihi salam. E di çfarë është malli? Pa ajo produkti që qitet në tregg për ta shit. Pa malli i Allahut është i shtrenjtë. Malli i Allahut tha është xheneti. Xheneti është malli i Allahut. Po me çfarë bëjmë këtë xhenet ne? Nuk blihet me lek xheneti. Blihet me veprat tona o vëllezër. Me veprat tona, me namaz, me agjërim, me sadaka, me sjellje mirë ndaj prindërve, me lexim Kur'ani o vëllezër. Prandaj nëse duam ta fitojmë këtë xhenet, duhet përpiqemi dhe nuk ka shans që robi ta fitojë xhenetin më shumë se sa në Ramazan. Nuk ka mundësi. Wallahi nuk ka mundësi. E ke mëshirën e Allahut që nga fillimi i Ramazanit deri në fund të hapur. Faljen e Allahut që nga fillimi i Ramazanit deri në fund të hapur. I kemi cek hadithet. Por do të cekim prapë që të na rinjallet zemra se na ka vdek, wallahi. A nuk tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush agjon Ramazanin me besim dhe me shpresë tek shpërblimi i Allahut, do t'i falë gjërat e kaluara. A nuk tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush fal taravih, pra namaz natës është namazi taravive. Kush fal namazin e natës gjatë gjithë Ramazanit me besim dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, ka për t'u falë gjunahet. A kemi mirësi më të mëdha se këto pasha Allahun? Unë shoh subhanallahu në fillim Ramazanit e vrej në xhamin ku mbajmë taravit, pra, ku këndojmë ku mbajmë, ku falim namazin e taravive, Allahu Akbar. 2 ditë e para, apo deri te 5 ditë që i parë, full xhamia subhanallah. Nga 5 ditë që pastaj e tutje, e deri tani janë duke u paksuar. A thu se nuk duan shpërbim ta? O vllai dashur, o motër e nderuar. Po ti u futë me gjitha të zell në fillim të Ramazanit. Përse do subhanallah e neglizhon tash atë pjesën tjetër? A e dini se fundi i diçkaje është më i mirë se fillimi i saj? Për Zotin, në çdo gjë. Fundi i jetës së dikujt është më i mirë se fillimi, në kuptimin se kur vjen robi të fundi, ai përpiqet më shumë të fitojë xhenetin e Allahut sepse nuk kam kohë thot. Kurse kur është i ri, neglizhon. Edhe ka adhurimi. Në fillimi i adhurimit nuk është më i mirë se fundi i tij. Ne vëmë te Ramazan për shembull. Pse është fundi i Ramazanit më i mirë? Sepse ka natën e Kadrit. Në natën e Kadrit çfarë fiton xhenetin e Allahut? Fiton shpërblimin sikur ke adhuruar Allahun 84 vite. Allahu Akbar. A e kuptoni o vëllezër? Prandaj ne edhe pak, edhe 5 ditë afërsisht, 4 ditë, futemi në 10 ditëshin e fundit Ramazanit. Wallahi kjo hutbe le të shërbej edhe për mua, edhe për ju si nxitëse që të fillojmë të adhurojmë Allahun këto 4 ditë, derisa të arrijmë tek 10 ditëshi, pastaj të futemi fuqishëm në 10 ditëshin e fundit. Dhe të mos neglizhojmë asnjë agjërim, asnjë ditë agjërimi, dhe mos neglizhojmë asnjë natë pa fal taravih. Çfarë kushton subhanallahu gjysmë ore apo 40 minuta? Gjithë ditën ti mund të shkosh për shembull duke shëtit diku, duke kohën dëm, vetëm këtë 40 minutë që të prish ka punë. Subhanallah, i madh është Allahu. I madh është Allahu te baraka ve taala. Wallahi un shoh shumë neglizhencë nga gjithë besimtarët, por edhe veten ti më fus këtu, nuk e përjashtoj. Shoh shumë neglizhencë.
Wallahi sahabët aq të gëzuar ishin nga Ramazani dhe aq të preokupuar sa që 6 muaj para Ramazanit e lutin Allahun, o Allah, na e mundso të arrim, o Allah, na e mundso të arrim, o Allah, na e mundso të arrim. 6 muaj para, disha do thot. Pa 6 muaj para, çdo ditë me lut Allahut, o Allah, më mundso të arri këtë muaj të bekuar. Dhe 6 muaj mas Ramazanit me lut Allahut, o Allah, ma prano. Subhanallah. A e kuptoni çfarë vlere i jepin sahabët këtij muaj të bekuar, kurse ne jo. Ne na shkon jeta, edhe nëse agjojmë ditën, çfarë bëjmë? Natën mas iftarit tash kemi kohë me bëj gjunahe, kemi kohë tash, nuk jemi agjurueshëm, thot ai. Ai tjetri, ashtu mendon ai. Shkon kafe, pin, alkool, apo e shfrytëzon me ato gjunahe që i ka bërë para Ramazanit. Po ky agjërim çfarë do bie ka ke ty o vlla? Për Zotin. Prandaj ne duhet ta shfrytëzojmë në maksimum. O vëllezër, a di çfarë do thotë kjo? Që ti t'ja bësh gropën vetes për Zotin e madh. Pa imagjino ti për hir të Allahut gjatë gjithë ditës nga mëngjesi e deri në darkë, sa mund të jenë 15 orë apo 16 orë apo 17 orë apo 20 orë agjërim, e ndalon veten tënde nga gjërat e lejuara. Ushqimi është i lejuar o vëllezër. Uji është i lejuar, papia halal është e lejuar. Marrëdhëniet bashkëtorë janë të lejuara, por gjatë ditës Ramazanit ndalohen. Dhe ti nga këto gjëra të lejuara ti ndalohesh për hir të Allahut gjatë ditës. Dhe kur vjen darka, a ka logjik që ti t'i kthesh gjunaheve? Për Zotin unë habitem. Vallahi habitem. Pa gjatë gjithë ditës ti pengohesh nga gjërat halal, imagjino, dhe darkë tash nuk pengohesh nga gjërat haram, tur për ne vallahi. Tur për ne o vëllezër. Wallahi, mos ta neglizhojmë Ramazanin kështu. Mos na iki kot si Ramazanet e tjera. Wallahi unë kam mbajt një këshill dhe ju a them prap, o vëllezër, shumë prej besimtarëve vitin e kaluar, kur iku Ramazani, kur mbaroi Ramazani, mbas Bajramit, aq shumë u pendun sa që than, o Allah, nëse ma e mundson edhe një herë të arrim Ramazanin që vjen, do ta shfrytëzoj maksimum. Ja, ata të cilët thanë këtë fjalë u futën këtë Ramazan. Por ama prap në të njëjtën mënyrë vazhdojnë, në të njëjtën ritëm. A thua se kanë garantuar se do të arrim prap Ramazanin tjetër për të shpresuar se apo arrita tjetrin tash do ta shfrytëzoj. Jo, valla shfrytëzoj këtë që ke. Këto ditë që kanë ngel shfrytëzoj maksimum. Shfrytëzoj me sadaka. Subhanallah, 1000 lekë me e dhënë vëllezër për hir të Allahut në një ditë Ramazanit. Pas për shembull sot ti dhe 1000 lekë. A e di se është njësoj sikur të kesh dhënë 1 milion lekë jashtë Ramazanit. Sikur të japësh 30.000 lekë gjatë gjithë muajit, i bie sikur ke dhënë 30 milion lekë gjatë gjithë vitit. Sepse Ramazani shumëzohet me shumë fish. Allahu i madhëruar e ka rrit shpërblimin e këtij muaji. Allahu i madhëruar e ka madhëruar vetë këtë muaj. I ka dhënë rëndësi, saqë ka thënë, pa çdo vepër e birit Ademit, pra e njeriu, çdo vepër e njeriu shpërblet nga 1 fish, nga 10 fish deri në 700 fish. Përveç agjërimit ka thënë Allahu. Përveç agjërimit e ka përveçu. Ai është i imi dhe unë shpërblej për të. Pa ja ka dedikuar Allahu vetës vetë agjërimin. Çdo vepër ne e dim që Allah do të na shpërblej nga 10 fish deri në 700 fish. Edhe kjo është vepër kështu shpërblim i madh. Mirë po thot agjërimin jo. Agjërimi nuk mendo se është kaq. Agjërimi është pafundësi. Unë e di sa është. Ta tregoj unë ditë gjykimit ty. Prandaj siç na profeti selam, agjëruesi ka 2 gëzime. Kur çeli iftarin, se ka agjëruar gjithë ditën për hir të Allahut, dhe kur do dal para Allahut kur son shpërblimet. Prandaj Allahu ja ka ruajtur robit që në ditë gjykimit të mahnitet me male sevapesh. Me male sevapesh, Allahu akbar. Prandaj o vëllezër, ti kushtoj mënsinë e dur këtij muaji të bekuar. Mos ta neglizhojmë. Wallahi as ti, as unë e as kush tjetër nuk ka garanci se kur do vdes dhe në çfarë vendi do vdes. Siç na thotë edhe Allahu, nuk di askush se për çfarë do të fitoj për ditën e nesërme. Dhe askush nuk e di në çfarë vendi apo ku do të vdes. Prandaj o vëllezër, ti nuk je i sigurt. Wallahi nuk je i sigurt. Sa dalësh me kësaj xhamie nuk je i sigurt. Ndoshta të kap në një krizë zemre apo ku ta di unë, apo aksidentosh diku, wallahi vdes. Pasha Allahun, ne kemi dëgjuar shumë raste dhe habiten njerëzit. Si ka mundësi? Para pak kohësh me mua ishte ai. Po jo ishte, po s'është më. Prandaj o vëllezër, askush nuk na jep garanci neve. Pse sa do jetojmë. Ta shfrytëzojmë këtë muaj në maksimum. E kemi mundësinë. E kemi, domethënë, atë mirësinë e Allahut te baraka ve teala. E kemi faljen e Allahut te baraka ve teala. Të gjithë duam faljen. Prandaj ta kërkojmë këtë faljen e ngul. Ata që s'mundën me agjëru për shembull. E kemi shpjeguar dhe ta shpjegojmë prapë. Ai person i cili
është i sëmur me smundje kronike, që do thotë smundje që nuk shpeson shërim prej saj. Nuk e shpeson, i ka thënë doktori, s'ke shërim prej kësaj smundje. Atëherë këtij personi i lejohet mos agjëroj fare, por do ta shpaguajë agjërimin e tij. Dhe shpagimi është të ushqesh një të varfër çdo ditë të Ramazanit. E sa i bie, po themi nga 5.000 lekë për llogarisim. 150.000 lekë për një muaj, i gjeni inshallah edhe e ushqen një të varfër. Ose e ushqen për ditë nëse ke mundësi, e thret ke shtëpia. Dhe e shlyve borxhin që ke. Ka bëu Allah lehtësim. Kurse ai i cili ka një smundje që shpreson të shërohet për kësaj, atëherë ky person nuk ka gjëron ato ditë që ka vështirësi, kur të shërohet do t'i kompensojë inshallah me lenin Allahut. Në rregull vëllezër, prandaj nuk kemi justifikim për Allahut subhanallahu. Wallahi nuk kemi justifikim. Allahu na ka lehtësuar gjërat. Do thotë dikush, sikur ti isha i shëruar unë. Pra disa e teprojnë domethënë kur thon sikur ti isha i shëruar. Do thotë do agjëroja si gjithë të tjerët. Po ja Allahu ka mundsinë tjetër për shembull. Ka mundsinë e shpagimit, shpaguje. Pse se bën këtë? Po jo s'kam lek. Po mos gënjeu valla, pa gënjen ti nuk do më agjëru pra. Edhe sikur ishte mirë do ta neglizhoj, do të thoja, po jo se kam grip sot ja kështu. Prandaj valla jepi rëndësinë e duhur këtij Ramazani. Jepi rëndësinë e duhur këtij Ramazani. Nëse nuk do të paguash diku pra nuk e ke aq mundësit. Thirrë një agjërus. Thirrë një dvarë ke shtëpia. Thuaj o vlla sonte jeftu ke për iftar ke unë. Thirr tjetrin, derisa të plotësojnë 30 ditë. Edhe arritë shpërbimin me lenin Allahut. Kështu Allahu sheh tek ti sinqeritetin. Kështu Allahu sheh tek ti se me të vërtet ti do që ta agjërosh, po thjesht po të pengo ka smundja. Kështu e vërteton. A ndryshe thjesht janë pretendime, po tisha edhe unë do agjëroja si gjithë. Prandaj vëllezër i kushtojmë rëndësi kësaj gjëje dhe mos ta neglizhojmë. Allahu na përmirësoft gjendjen, Allahu na falt, Allahu na drejtoft, Allahu na udhëzoft, Allahu na mundsoft ta shfrytëzojmë në maksimum këtë Ramazan dhe Allahu na mundsoft ya Rabb. O Allah, na i dëgjoj lutjet dhe na i prano. O Allah, na mundsoft të arrijmë shumë Ramazana të tjerë dhe mirësitë e tyre. Amin ya rabbal alamin.